Ashtu si çdo vit gjatë sezonit veror në qytetin e Lushnjës ka hyrë në fuqi kufizimi i qarkullimit të automjeteve në shëndetëren Kongresi. Masa ka nisur më 1 qershor dhe do të vijojë deri më 1 shtator. Sipas këtij vendimi, çdo mbrëmje nga ora 19 deri në orën 21, qarkullimi i automjeteve në këtë segment rrugor ndalohet, duke lënë shëndetëren në dispozicion të plotë qytetarëve. Për zbatimin e kësaj mase, kujdeset policia bashkiake, e cila çdo mbrëmje është në krye të detyrës duke bllokuar hyrjen e automjeteve në shëndetëren Kongresi dhe duke monitoruar respektimin e rregullave të qarkullimit gjatë orarit të përcaktuar. Qëllimi i kësaj mase është krijimi i më shumë hapësirave të sigurta dhe çlodhëse për familjet, fëmijët dhe të moshuarit gjatë mbrëmjeve të verës, kur temperaturat janë më të favorshme për shëtitje dhe aktivitete në ambient të hapur. Gjatë këtyre orëve, shëtitorja mbushet me qytetarë të shumë, të cilët zgjedhin të kalojnë mbrëmjen në qendër të qytetit. Prindërit shëtisin me fëmijët, të rinjt frekuentojnë lokalet e zonës, ndërsa të moshuarit shijojnë ajrin e freskët të mbrëmjes. Ndërkohë bizneset përgjatë shëtitores përfitojnë nga rritja e numrit të vizitorëve, duke gjallëruar atmosferën në qendër të qytetit gjatë sezonit turistik veror. Kjo nismë konsiderohet si një mënyrë për të përmirësuar cilësinë e jetës urbane dhe për t'i dhënë më shumë hapësirë këmbësorëve. Pas orës 21, qarkullimi i mjeteve rikthehet normalisht dhe automjetet lejohen të përdorin sërish këtë aks rrugor. Kjo praktikë zbatohet prej vitesh në Lushnjë dhe është mirëpritur nga qytetarët, të cilët gjatë muajve të verës shfrytëzojnë shëtitëren Kongresi si një nga hapësirat kryesore për argëtim, relaks dhe aktivitete familjare.